Sokoli ishte një stof tjetër politikani, ishte një njeri që jetoi jetën shumë shpejt në fakt. Ishte një politikan që dinte të ishte gangster, por dinte të shijonte muzikën, po dinte edhe të luante vetë në kitar, po dinte të shkruante edhe poezi, po dinte edhe të shijonte artin, po dinte të kënaqte edhe me një gotë verë dhe të themi diskutime apo muhabetin në tavolinë diapazonin e tij. Dhe ishte tipiku i një politikani i cili ishte në thelb shumë i ndjeshëm. Dhe her pas here zgjidhjet që jepte ai ishin shumë njerëzore. Mbase jo aq shumë politike, por ishin njerëzore. Dhe pranaj ishte krejt i veçantë edhe ngjiste ke njerëzit. Mbaj mend shumë episode, në fakt, por të doja në fakt ishin të mijat. Dhe jo për treguar njerëzve se si e kalonin. Ato janë një moment të mia dhe her pas here i kujto. Jo më larg se sot, isha në makinë bashkë me shokun tim që po më shoqëron gjithkohës, pasi është vështirë se duhet të flasësh gjithkohës. Dhe ai ishte duke bërë scroll dhe kur tak i dëgjoj zërin, prit majt që merr telefonin në diskutimet që po bënte. Dhe ishte një diskutim në fakt një video kur ai garoi përballë Edi Ramës, mbasi pak më përpara që po fliste për çështjen e fasadave, që atëre u lyen vetëm fasadat dhe jo, kjo çështja me brek, po. Kjo çështja e të themi formës dhe jo përmbajtjes që po e diskutonte. Ishte një njeri i fortë me pent fort dhe që dinte të silleshe në çdo lloj marrëdhënie. Ishte njeri që kishte shumë frikë në një farë mënyrë avionin, por este si avion me makinë. Për atë gjithë ata njerëz se cilët nuk kanë qenë të pak, që kanë qenë afër tij, kanë qenë momente që i ka inspiruar edhe kanë qenë me fat që e ka njohur.